Shikues të Vision Plus, përshëndetje, do të njihemi bashkë në parashikimin e motët për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike të qëndrueshme, kemi pasur moto të kthiellut, ndërsa vrenësirat kanë qenë të pakta dhe kalimtare në formën e rreve, të mesme, të larta dhe transparente përgjatë maleve në orët e mesditës në jug të territorit, ndërsa era ka fryrë me drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi 5 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 18 deri 37 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 19 deri 39 gradë dhe në Bregdet nga 20 deri 37 gradë Celsius. Për ditën e premte, moti parashikohet të jetë me orë të gjata me diell. Në jug dhe në lindje të territorit, përgjatë maleve do të kemi vrenësira të pakta dhe kalimtare në formën e rreve, të larta dhe transparente, ndërsa era do të frymë drejtim nga veri perëndimi dhe juglindja me shpejtësi 10 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 1 deri në 2 ball. Rajoni Ballkanit ditën e nesërme do të jetë ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, do të kemi mbizotrim të motit të kthiellut, si dhe temperatura relativisht të larta në orët e mesditës. Për sa i përket kontinentit evropian, ishut britanik, vendet nordike, Europa lindore, pjesërisht ajo qendrore do të kenë kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti aty parashikohet me risheshill me intensitet të ulët deri mesatar në formën e shtrëngatave afat shkurtër, lokalisht edhe me breshër. Ndryshe do të paraqitet situata në pjesën tjetër të kontinentit, ku depërtimi i anticiklonit afrikan do të sjellë moto të kthiellët dhe temperatura në rritje në orët e mesditës. Tu kemi përfunduar, në falenderoj për në mundjen, bashkë me takofshi.